Në Shqipërinë e fillim shekullit të 20, në një hapësirë ku feja, shteti dhe shoqëria përpiqeshin të gjenin një ekuilibër të ri, dokumentet arkivore ruajnë gjurmët e një tarikati mistik që kishte rrënjë të thella dhe ndikim të ndjeshëm. Tarikati Rufai, i njohur në dokumente edhe si Rufai, shfaqet jo vetëm si një rrymë shpirtërore, por si një organizim i strukturuar me hierarki të qartë, me territore influence dhe me marrëdhënie të ndërlikuara me autoritetet fetare dhe shtetërore. Themeluesi i këtij tarikatit ishte Sejid Ahmed Rufai, i njohur me epitetin Ebu Labas. Dokumentet tregojnë se ai rrithte nga familja e profetit Muhammed përmes Imam Musa Kazimit dhe Imam Hysejnit. Ai kishte lindur në vitin 512 sipas Hijrit në fshatin Umi Ubejde të krahinës Vasita në Irak dhe kishte ndërruar jetë në vitin 578 Hijri, më 22 Xhemazi par, ditën e enjte. Sipas llogaritjes Ebxhed, jeta e tij prej 66 vitesh lidhej me frazën simbolike Xheneti Aden, një element që dokumentet e theksojnë si shenjë të veçantë shpirtërore. Në moshën e pjekurisë, piri i tarikatit ju përkushtua mësimit të diturisë sipas medhhebit Shafi. Studioi librin Tenbihun në nëndzjemin e Sheh Ishak Shirvanit dhe më pas hyri në rrugën e Tesavufit. Ai e mori hirken e tarikatit nga Sheh Ali El-Kari El-Vasiti. Dokumentet e përshkruajnë si një njeri jashtëzakonisht modest, i cili nuk ulej kurrë në frone madhështore, fliste pak dhe pohonte se ishte i urdhëruar me heshtje. Ai kreu haxhin në Mekë dhe vizitoi vendin e shenjtë të profetit në Medine, ku, sipas dorëshkrimeve, ndodhi momenti mistik i puthjes së dorës së profetit. Një ngjarje që përbën një nga shtyllat simbolike të identitetit Rufai. Dokumentet tregojnë se, ashtu si edhe sektet e tjera islame, tarikati Rufai erdhi në Shqipëri pas pushtimit osman të Rumelisë. Fillimisht u përhap në Elbasan dhe Berat dhe më pas në pjesë të tjera të vendit. Në Shqipëri ekzistonin 3 qendra kryesore të quajtura asitane. Asitania e Sheh Çores në Elbasan, asitania e familjes Gjinishi në Peqin dhe asitania e Sheh Ahmet Shkodrës. Me kalimin e kohës, 2 prej këtyre qendrave u shuan për shkak të mungesës së trashëgimtarëve meshkuj, duke lënë si qendër të vetme legjitime asitanen e Gjinishëve në Peqin. Në krye të kësaj asitaneje, qëndronte Sheh Ahmet Gjinishi, i veshur Sheh nga Jati, Sheh Tahsin Gjinishi. Dokumentet arkivore rendisin me saktësi edhe shehlerët e tjerë aktiv në Shqipëri. Sheh Adem Hada në Ishëm dhe Shijak, Sheh Demir Kazazi në Kavaj, Haxhi Sheh Ali Kruja në Shkodër, Sheh Ramazan Picari në Maminës, Sheh Selman Gurakuqi në Elbasan, Sheh Osman Deda në Dibër, Sheh Mustafa Rejka në Tiranë, Sheh Kazim Peja në Fier dhe Zavon Sheh Riza Drenova në Berat. Kjo hierarki tregon një organizim të shtrirë gjeografikisht dhe të mbështetur mbi autoritetin e asitanes së Peqinit. Në themel të mësimeve të tarikatit qëndronte zikri, përmendja e Zotit, i cili sipas dokumenteve kishte 2 forma: zikri i pazëshëm, i lidhur me Ebu Bekër Sidikun, dhe zikri i zëshëm, i lidhur me Ali Murtezan. Këto praktika synonin njohjen e vetvetes dhe pastrimin e njeriut nga nefsi e mare, uni që e urdhëron për të keqen. Dokumentet theksojnë se për Rufait, vullneti i brendshëm shpirtëror ishte më i fortë se makeria, gjë që shfaqej në rituale ku përmendeshin zjarri, qelqi, shpimet dhe helmi, gjithmonë të interpretuara si shenja të nënshtrimit të trupit ndaj forcës shpirtërore. Një koncept qendror në këto dokumente është sirri, fshehtësia. Sipas shpjegimeve të dorëshkrimeve, sirri nuk ishte mashtrim, por një shkallë e lartë shpirtërore. Sirri i njeriut paraqitej si dukja e sirrit të Zotit, duke u mbështetur në hadithin se Zoti e krijoi njeriun në formën e tij. Kjo rrugë shpirtërore synonte arritjen e gjendjes së insan kamil, njeriu të përsosur. Por për te i dimensionit mistik, dokumentet tregojnë qartë edhe përpjekjet e tarikatit Rufai për të rregulluar administrativisht dhe për të mbijetuar në kushtet politike të ndryshimit.
Ato përmendin kërkesën për krijimin e një këshilli të shehlerëve pranë komunitetit musliman të Shqipërisë, i cili do të kishte kompetencë mbi emërimet, mbi ruajtjen e silsiles dhe mbi administrimin e pasurive të teqeve dhe vakëfeve. Për këto rregulla, dokumentet i referohen librit Tumari Tyruki, botuar me lejen e Meshihatit rreth viteve 1338 deri 1340 sipas Hijrit. Në vitet 20, tensionet mes tarikatit dhe klerit zyrtar dalin hapur në dokumentet e dosjes numër 91. Në shkurt të vitit 1926, nga Vlora dërgohen telegrame urgjente kryemyftinisë në Tiranë, ku disa mysderiz kërkojnë që Sheh Ahmet Shkodra të mos lejohet të qëndrojë në qytet, duke e konsideruar veprimtarinë e tij si dëm moral dhe material për komunitetin. Në të njëjtën kohë, një grup banorësh dhe besimtarësh të Vlorës i dërgojnë telegrame mbështetëse kryemyftinisë dhe Ministrisë së Brendshme ardhjen e shehut si fatbartësi dhe duke akuzuar kundërshtarët e tij për shpifje të nxitura nga konkurenca personale. Këto dokumente tregojnë se çështja nuk mbeti vetëm në nivel lokal. Ministria e Brendshme dhe më pas Ministria e Drejtësisë ja përcollën dosjen Kryesisë së Republikës dhe Këshillit të Lartë të Sheriatit, duke dëshmuar se një konflikt fetar lokal kishte arritur deri në instancat më të larta të shtetit shqiptar. Shteti, në këto shkresa, ruan një qëndrim formal, duke ja lënë vendimmarrjen autoriteteve fetare. 2 vjet më vonë, në korrik dhe gusht të vitit 1928, dokumentet të tjera arkivore nga Kavaja zbulojnë një episod edhe më të rënd. Hetime dhe dëshmi flasin për akuza ndaj disa individëve, përfshirë Muhamet Çelën, të cilët u denoncuan se po formonin një komitet të fshehtë dhe antikombëtar, madje duke u akuzuar për përgatitje atentati kundër Ahmet Zogut. Dëshmit përmendin oferta financiare, takime të fshehta dhe tentativa rekrutimi, por proces verbalet e gjykatës së posaçme tregojnë se pas shqyrtimit të dokumenteve, akuzat rezultuan të fabrikuara. Ata që kishin ngritur shpifjet u shpallën fajtor për trillim dhe u dërguan për gjykim, ndërsa mbledhjet e përfolura të Rufaive u vërtetuan si mbledhje thjesht fetare. Dokumentet mbyllen me një tablo të qartë të pasojave. Shpifja politike si armë dështoi përballë dokumentit dhe procedurës ligjore. Në vitet që pasuan, shkrimet të tjera arkivore tregojnë se tarikati Rufai, në ndrejtimin e Astitanes së Peqinit, u përpoq të theksonte besnikërinë ndaj shtetit dhe më vonë mbështetjen për lëvizjen nacional çlirimtare, duke e paraqitur veten si të rreshtuar në anën e popullit dhe të historisë. Kështu, përmes këtyre dokumenteve, tarikati Rufai shfaqet jo si një legjend mistike e shkëputur nga realiteti, por si një aktor real në jetën fetare, shoqërore dhe politike të Shqipërisë së viteve 20. Çdo fjali, çdo telegram dhe çdo shkresë arkivore ruan peshën e vet, duke dëshmuar se historia e këtij tarikati është e gdhendur në letër, në heshtje dhe në tension, ashtu siç e lanë pas ata që jetuan atë kohë.